Shëndetje shikues të nderuar të podcastit Arena YF. Jemi në podcastin e radhës ku bashkë me Lavdimin kemi një mysafir shumë special. Mirëse vjen legjenda futbollit kosovar Muharrem Saiti. Ishte vëgjej. Atëherë Lavd, para se mja fillu me fol për lojën e bukur, duhet t'i falenderojmë edhe sponsorët tanë që janë KGM Kosova, Patos dhe Golden Eagle. Para se mja nis, folëm pak për Muharrem Saiti. Muharrem Saiti është një abilitor më të mirë vitet 80-90 futbollit të Kosovës, një sulmues tipik ku gjithë sulmues që kanë luajtur në futbollin e Kosovës e përmendin se prej më të mirëve, ka bërë karrierë përveç Kosovës në klubet më të mira edhe në Turqi, në Bullgari, në Zvicër. Apo na tregon trener, s'm po të them si trener se kur ja kena nis gazetarisë dati e kom trener atko na ka met çuç ja keni nis me futbollin ato hopat e portu. Sepse na do po këtë asnjëri si na kon gjallë kur kur ja kanë nis velu. Atëherë s'di që shmja fillu pas këtyve komplimente, unë veç më qutash prej emisionit. Jo, fanderit për mundësin, definitivisht fanderit për mundësin. Jeni gazetar që unë jof prej ditës të parë, dhe vlerësoj shumë punën e juaj nga se vërtet keni tregu profesionalizëm dhe keni qenë shumë afër futbollit. Prandaj mujna me fol gjithçka me juve nga se dhe ju keni një uri gjithçka që ka ndodhur në gjitha etapat në futbollin e Kosovës. Prandaj jam falënderues për mundësinë. Sidoqoftë, po, si çdo fëmijë edhe unë kam filluar karrierën si një djalë i ri në fshatin që e kam qenë atko, kam lind në fshatin Budrik. Fillimisht me shkollës, nxënësit, pastaj me familjar, në mahall, në përfusha, ku paka shumë mi thonë drejten kam qenë i favorizum në atë kohë se kam qenë djali i asretit edhe sikur s'ma prishin fort. Dhe më pastaj filloi ajo faza kur u regjistrova në klubin e ish Zvezës Gjilanit, në Pionier, për një kohë shumë të shkurt kalova një junior, pas juniorëve në moshën shumë të re kalova edhe në ekip parë. Kështu që kjo ka qenë prapërsisht karriera që fillimi i karrierës time. Në atë moshë keni debutuar shumë herët me ekipën e parë. Atë kujtohet, domethënë, sa vjeçar ke qenë edhe ndeshja ku e ke bua debutimin të seniorët. Po, definitivisht as një moment nuk e harroj atë debutim. Megjithëse ka qenë interesant edhe paraqitja ime e parë në Pionier, ku fillimisht shkova duke u falënderuar djemve të Agjës, sidomos në ndjerit Selami Saiti, i cili ai ka qenë promotori që më ka shtyr më marr me futboll, nga se në fillim nuk ka qenë ideja që unë të bëhem një futbollist profesionist, po luaj ma shumë për qef. Thash për as 2 vite të plota nga Pionert në junior, pre junior në ekipën e parë, ka qenë atëherë liga krajnore. Dhe ndeshja e parë ka qenë me Lepensin Kaçanik. Nga se dhe Lepensi ka pas një skuadër jashtëzakonisht të fortë, interesimi i jashtëzakonshëm, edhe mbaj mend nga i debutim unë kam shënuar 2 gola. Kemi fituar 4-3 si musafir, edhe ajo ka qenë për mund ndjenja më e mirë që e kam përjetuar në futboll. Nga se ka qenë moshë e re, pa atë interesin se çka do të përfitojmë të ardhmen, por për momentin ka qenë shumë kënaqësi e madhe, por gjithmonë duke u falënderuar edhe bashkëtarëve, nga se vërtet ka qenë një skuadër jashtëzakonisht e mirë në atë kohë ish Zvezda e Gjilanit. Po. Ka qenë edhe kampioni i Kosovës u kon Neat Osmani, Mustafi Sini, Shëket Sermagjaj, Sabri Dermoku e shumë tjerë që s'po i përmendi gjithë, por këta im konë ata që vërtet më kanë përkra, edhe mendimin e tyre filloi veç ajo dalja ime në skenë. A qysh ndodhi transferimi te Prishtina, e mon men? Po e mojnë men gjithsesi. Në atë kohë Prishtina u kon kombëtarja e Kosovës, një lojtar më të mirë. Në atë kohë Prishtina ka marrë lojtarët më të mirë të Kosovës, zakonisht ka pas një strategji të mirë, ku ka vëzhgu lojtarët e ri, dhe nëse nuk ka qenë për momentin lojtari që mundet me qenë ose me llogarit për të kontribu ose
100% titular, kanë nënshkru si bursist, do të thonë për 4 vite, po e kanë vazhdu me klubin që ka qenë. Momentin kur e kanë bërë nevojshëm i ka marrë. Fillimisht me mu kanë mendu më herët, por që në fakt ajo nuk ndodhi, edhe erdha si lojtar me kontratë, edhe pse të jo them të drejtën kam pas edhe oferta tjera, po askush nuk ka mujt me refuzu Prishtinën atë kohë. Konë ndër gjithë cilit futbollist. Ndër gjithë cilit edhe një farë forme sikur u përmbush ajo dëshira ime që të jam pjesë e Prishtinës, aq më tepër të jem zëvendës i legjendës Fadil Vokri. Po, ai ka thonë në intervista që zëvendësimi jam është Muharrem Saiti. Po, definitivisht e ka thonë shumë intervista dhe ka thonë midis Beogradit, kur shumë gazetare njerëz atje, kur ka qenë pjesë e Partizanit, ata kanë menuar që do ta thotë për lojtarë Partizanit apo klubeve tjera. Ai ka thonë për mu, edhe kam qenë shumë i nderuar, por që në fakt do të jemi realist, nuk kam mujt me zëvendësu Fadil Vokrin. Nga sa i ka qenë i veçantë. Megjithatë u kon një motiv jashtëzakonisht i madh për ty. Për mua gjithsesi po, për mua ka qenë një motiv i jashtëzakonshëm, por edhe një përgjegjësi e madhe, nga se vërtet kur e pa thonë ato dhe njerëz fillun të flasin, atëherë kanë pritë që unë po e zëvendësoj, po Fadilin jon, po askush s'ka mujt me zëvendësoj. Jo mundu, por që në fakt Fadilin ka qenë shumë vështirë me zëvendësu. Qysh i mon men lojt me Prishtinën atë kohë? Do me thonë, shikueshmëria ka shumë nivel futbollit. Shikueshmëria ka qenë ekstrem i jashtëzakonshme. Do thotë niveli i futbollit shumë i lartë. Po, për atë periudhë Prishtina, unë e them edhe shpesh, do thotë karriera ime filloi ose unë dola në sipërfaqe pikërisht kur u bona pjesë e Prishtinës. Dhe jam shumë nderuar nga Prishtina, veç u hapën dyert edhe për jashtë vendit. Po interesim i jashtëzakonshëm. Do thotë nuk ka pas shikues vetëm nga Kosova, po nga gjithë troja shqiptare. Do thotë ajo e pju tregoj raste që kanë ndodhur kur ka qenë ndeshja, Prishtina kur ka pas lojë, a dini ju që në shty edhe dasmat. Do të thonë në atë kohë nuk ka pas dasëm që bëhet në Kosovë. Po shihen edhe videot e vjetra që shohin domethënë Fadil Vokri edhe stadiumi Fadil Vokri po atku Gjelpana s'ke mujt me domethënë me golin tifoz. Drejtor prej Prishtinës në Konyaspor, në Superligën e Turqisë, nga Prishtina. Konya atku ka pagu 300.000 mark për transferin tënd. Shumë jashtëzakonisht e madhe që edhe sot kur jemi në vitin 2025 lojtar prej futbollit të Kosovës nuk paguhen ashtu çash, edhe pse në Superliga e Turqisë në atë kohë kanë ngritje edhe lojtarët prej, sidomos më të mirë prej Jugosllavisë janë shku atje. Ka qenë po atëherë viti 90 ka qenë filloi trazirat ato problemet në sistemin, mandej kjo ka reflektuar edhe në futboll. Edhe normal që unë që them drejtën kam pas oferta edhe nga vende tjera, po sikur Konja ka qenë shumë më këmbgulës. Edhe për këto transfere që po flasim tash edhe me krahasu këto me korat atëhershme, atëherë është diferencë e madhe, nga se sot kemi me miliona po veç 300.000 marka të asaj kohe kam pas më shë kanë peshën e sot 3-4 milion. Tash ajo ka qenë për 2 vite. Do të thotë më kujtohet bashkë me Fadil Moriqin kemi bërë transferin. Edhe ka qenë për 2 vite ajo shumë e kontratës. Që në atë kohë unë kam qenë i kënaqur, por kur i bëj krahasimet me sot çfarë transfere bojnë, atë mund të them që nuk ka qenë ku me ditë ndaj transfer i madh, po sidoqoftë unë kam qenë i kënaqur. Kam tregu një performancë jashtëzakonisht mirë në Turqi, vetëm që pak kam pas probleme nga se vërtet jam mërzit shumë. Atëherë ka ndodhur hera e parë nga se në ish Jugosllavi ka qenë një sistem ose një rregullore që pa i bon 28 vjet nuk ke mujt me lut jashtë. Mundesh me shku jashtë vendit.
Dhe në atë kohë u je kaj kriteri dhe në atë kohë e di unë Fadil Muriqi kemi shku në Konja Spor, Fadil Bokri ka shku në Fenerbahçe dhe disa tjerë, po zakonisht ata nuk kanë qenë shqiptar, kanë shku në klube tjera. E golën e parë me Konja Sporin pikërisht e kishte unë kundër Fenerbahçes, në një ndeshje ku humbni 2-3, e Indieri Vokri asiston për Fenerin, ti shënon për Konjan. Ishte edhe një video, shumë interesante, dje. Një fest, atmosfera. Atmosfera sa shikuese. Po, edhe atje ka qenë... E dojmë futbolin shumë ata. Them njëjtë ka qenë interesimi sikur tonë në Prishtinë. Bile unë them që ata kanë qenë edhe më fanatik, dhe shumë vështirë kanë përjetu humbjen. Do thotë ne, si Konja që kemi luftu për ekzistencë ose për siguru mesin e tabelës, Fenerbahçe gjithmonë ka qenë skuadër që ka pretenduar për titull, nga se katër shimat ka qenë Fenerbahçe, Beşiktashi, Galata edhe Trabzonspor atë kohë. Ndërsa këto të tjerat kanë luftuar për mesin e tabelës për ekzistencë. Edhe sikur ata dëshirojshin që ne të fitojmë edhe kundra Fenerit, të Gallatës, Beshikit, do thotë ishte vështirë. Por ajo lojë ka qenë di gjira e 4 ku Fadili ka lujt për Fenerin, unë për Konjën, edhe po ai goli më kujtohet shumë mirë, ka qenë barazimi 2-2, po më vonë është vërtet që edhe Fadili ka asistu. Edhe domethënë për Juve tu kryke çashtu pika e parë në kampionat. Edhe në sezon për mas Fadili ka jep gol, trajneri ka asistu me një lojë Feneri me Konjan. Po. Në sezon tjetër, në sezon mrapa. Që që në konë për bollet në atë kohë dhe kur i ke taku shokët e tjerë që kanë lunë ekipe në Turqi. Po mirë shumë, me Fadilin kemi qenë jashtëzakonisht lidhun dhe sikur ajo ndoshta rastisi që edhe ta bëjmë transferin e njëjtë, në kohën e njëjtë, vitin 90 në Turqi, ai në Fenerbahçe, unë në Konja. Dhe në atë kohë Turqia ose Stambolli ka pas 5 ekipe, 6 të Stambollit. Domethënë Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktashi, Sarıyerspori, Zeytinburnu, këto ka qenë skuadra që dhe thuja gjysma e ligës ka qenë nga Stambolli. Edhe unë çdo ndeshje që kom pas në Stamboll, atëherë një natë jam marrë te Fadili, edhe jam çmall nga se distanca me Konjën ka qenë 700 kilometra dhe aty kanë qenë njerëz sukur ma jo si në Stamboll jeta, por Konja ka ndryshuar shumë prej Stambollit, edhe sikur u çmallsha në ditë kur nesha në Stamboll u çmallsha për të mush energji kur kthehesha në Konja. Prandaj kanë qenë momente jashtëzakonisht të mira, interesant, që për shumë sene jam konsultuar edhe në atë kohë me Fadilin dhe kështu. Ne për ekzistencë, ata për titull kampione. Edhe sot futbollin turk shumë lojtarë shohin si për të marrë një kontratë në futbollin turk, pa e fitim prurse. Në atë kohë, sa ka fitu Muharrem Saiti prej Konjas gjatë 2 viteve qëndrim. Po nuk kontrata është respektu deri në fund, edhe pse në atë kohë ka qëndasht me qenë shumë syqel, kur ke nëshru në Turqi, nga se nuk kanë qenë rregullat e sodit që në momentin kur nënshkruan atëre klubi është i obliguar me t'i kry obligimet, nëse jo klubi atëre përmes FIFA-s të kryen obligimet, ajo rregullore nuk ka qenë. Dhe gjithmonë nëshimi i kontratës ka rezultuar që minimum spaku 50% mjeteve me marrë që shtojmë në cash, e mandej ajo që ndodhur, nga se ka pas probleme që turqit ju kanë me shumë obligime lojtare, nëse ata nuk kanë ditë me bo marrëveshjen ose e kanë lënë me paga mujore. Po jam i kënaq, definitivisht jam i kënaq për kohën që ka qenë. Po, që shukon jeta në Konja, si një futbollist që shkon pe Kosovës me lu në Turqi, dhe the edhe vetë malli mërzia për familje. Lavdim, ndoshta pak ka penalizu ajo jeta atje, definitivisht, unë si një bjall moshën 23-24 vjeçar,
i pamartum, por që po ta fatin ta kem Fadilin, Muriqi me familje dhe me të kom pas si blasi gjithçka. Dhe në shumtën e kohës e kom kalu me ta. Por pas 4 muajve ndodhi që Fadili u largu dhe mbeta vet. Dhe vërtet atëherë shumë shtirë e kom pas me gjetë veten, nga se e thasha në fillim që jeta në Konja nuk ka qenë si në Stamboll ose në Ankara ose në qytete tjera. Kanë qenë ma shumë fetar edhe sot. Shumë fetar, bile që ka zënë një rast një vjet para se me shkone, gratë, femnat e mbulume, dhe autobusi me udhëtar kur ka shku prej Konjës në Stamboll, edhe në Sjeltas, nuk kanë qenë bashkë gratë e burra, po veç. Autobusi i grave veç, i burra veç. Do të thotë edhe në rasti se unë shkoj në një ambient të tillë, nuk ka qenë lehtë, po me kalimin e kohës mandej jo që mësova, por e respektova kontratën deri në fund, por që në fakt edhe pse kom pas shumë kërkesa me vazhdu, po nuk vjen interesant vitin e dytë i posh ato kishe lu edhe me Sushor. Edhe në krah, edhe me Sushor bile shumë ndeshje me Sushor që më bënë shumë vështirë. Në pak raste e kom luajt edhe si lojtari i fundit. Po. 2 ndeshje. Po e pash para mbrojtjes. Po, shumë para interesant. mbrojtjes ka Numrin 4. Ka qenë vendim i Franz Schmudla, që para disa vite ka qenë edhe selektori i Polonisë. Do thotë ai ka qenë trener në atë kohë, edhe su kur e vlerësoj që unë mund një sulmus i mirë që shtoj kaj, mundet me lujt edhe rolin e një mbrojtësi, po, edhe në pat fut, po, nuk po besoj që e kum kry mirat. Unë e posh bagin ndeshje edhe në krah edhe me sfush edhe shumë më dok interesant, me thonë për një sulmus të pek me mbulu këtë pozitat. Mos me harru golin që ja bon Fenerbahçes, ja bon në Porto ku një legjende futbollit gjerman, ish portieri kombëtarës Toni Schumacher. Toni Schumacher ka qenë vërtet. A është çaj goli më i rëndësishëm në nivel klubesh? Po jo, ajo ka qenë një gol, por që rezultoi me humbje, nga se çdo gol që shënohet kur e humb ndeshjen atëherë nuk e ka atë peshën, po sidoqoftë për mua ka qenë mirë mi shënu Fenerbahçes. Dhe një portierit kombëtarës Gjermanisë. Po, ka qenë shumë interesant takimin që kena pas hedhja e shortit kur u bo, në kohën e Gjeresit, edhe në Gjermani kur u mbajt shorti, edhe aty ka qenë Toni Schumacher. Edhe në bisede si për po flasmi, edhe Gjeresi pi thot ka shënu gol, se para prakesh na bisedum, edhe po Gjeresi, edhe pi thot këtë ka shënu gol, edhe i thos spedis më kujtot, edhe pe tregon ai videon, edhe erdë shumë interesant erdë. Do thot mas një kohë pas sa viteve. Po 30 kusur vite. Po ajo kohë ka qenë që vërtet futbolli ka ndryshu, kur i shohun disa ndeshje, qoftë edhe të mijat, qoftë edhe të kolegëve të klubeve, edhe bëjnë një farë krahasimi çfarë ndryshime ka ndodhur në futboll. Shumë ndryshime. Sidomos Turqia që ato e kanë nis mund ngjit në futbollin evropian, domethënë që atëherë në fillim viteve 90-ta ka pas, domethënë eksplodim. Domethënë shumë ajeri me ardh një portier, çu e tham na. Ka qenë edhe Jup Dervalla, atëra ai ish selektori, treneri. Edhe trenera kanë marrë shumë. Ajo kohë ka qenë kështu, unë e përshkruaj kështu, në 90-ën kur kemi shku atje, kanë bërë transfere edhe me lojtar edhe brazilian edhe gjithë Evropës. Si sot që shto Turqia po, që bëmë fillun me fut lek shumë futboll, por ajo që më ka befasu për të mirë edhe për një kohë shumë të shpejt në infrastrukturë. Do thot sot ka qenë një fushë atje nesër kur u qojsha nga gjumi, kur e pasha veç është fillu ndërtimi i fushave, ndihmëse stadiumeve, do thot filloj me të madhe, dhe për një kohë shumë të shkurt e bënë një infrastrukturë që
edhe jam mundësun edhe me marrë edhe lojtar nga jashtë. Si kanë domethënë kampet stërvitore të jashtëzakonshme me Turqia, Po ata i thonë tesisleri, domethënë çdo klub, jo vetëm i Superligës, po kemi edhe në ranqe më të ulta që i kanë ato kampet e veta. Edhe ato janë si me qenë hotel, domethënë me ushqim, me dhoma, me ma mirë se në Itali e kanë qëtash e kanë ma mirë se në Itali, domethënë çfarë stadiume kanë ata është e jashtëzakonshme. Ka ra me shku në konja kështu, e kom fjallën për viteve të fundit se Zëmer Betyqi që ka lujt futbollisti kombëtarës, ja kam përmend domethënë që ka lujt këtu një futbollist kosovar që ka luajtur në gjurmë, si Muharrem Saiti. Po është interesant që asnjëherë sa ka qenë Zymeri nuk edhe ja padavon fjalën që do vi. Po kon kohë pandemie, se. Po kohë pandemie edhe Zymeri ka lënë përshtypje jashtëzakonisht të mirë. Unë kom komunikuar edhe me ish-lojtar, bashkëlojtarët e mi që disa prej tyre janë të kyçur edhe në klub. Edhe Zymeri ka bu paraqitje të mirë, por ka qenë interesant me Zymerin kur ka shku edhe pa e ditë një herë edhe kur e ka pa fotografinë aty, edhe po më thirr, po bisedojmë sa po tishe, po tash më kanë. Barate. Mbyllet kjo periudha e Turqisë dhe kalon te Lokomotiva e Plovdivit në Bullgari. Që shukon edhe që shordet e transferime atje shumë interesant. Ka qenë shumë interesant, ndoshta as vetë se ku mendu, as kur se ka mendu. Unë pas përfundimit karrierës, po me të kontratës me Konjën, u ktheva këtu, fillova një kohë edhe vetë me stërvit, fillova në dritë në atë kohë me lujt. Je kon Konja, po kur ki pas pushim ki lujt edhe për dritën në Kosovë. Po, është e vërtet. Njëjtën kohë, është e vërtet, pushimin e kom shfrytzu edhe kom lujt nëse kom pas një muj atëherë se nga sa atëherë nuk ka qenë ajo që dosh me pas pleqë regjistrimin, me regjistru, do thotë Liga e Kosovës në atë kohë, ajo ndarja që u bo nuk i ka pas qëllimin vetëm të aspektit sportiv, po edhe pak a shumë edhe ish sistemi që na u shkputëm edhe ishte mirë që edhe ne sa do pak emën që kishëm të kontribuojmë edhe dijet, bojmë sensibilizimin e futbollit. Po, ka qenë ashtu. Sa i përket kësaj që pyetja që më boni lavdimi për Lokomotiv, ka qenë interesant. Unë atë kohë fillova me lujt në Prishtinë, edhe për të mbajt formën teme edhe për të prit ofertat, erdhë një ftesë nga Kosova e Prishtinës. Kosova e Prishtinës ka qenë Agim Ademi, presidenti i federatës, edhe kish pas organizu një ndeshje miqësore me Lokomotivin e Plovdivit. Plovdiv në atë kohë ka lujt në Kupë UEFA, ka qenë një skuadër shumë e fort. Edhe paramendoj ky ka qenë viti 94. 94 presidenti Agim Ademi organizon një ndeshje ndërkombëtare e që ka qenë ndeshja e parë ndërkombëtare se ne mas luftës edhe në qysh organizojshin ndeshje me ekipet Tetovës e Shqipnisë edhe i qushin ndeshje ndërkombëtare. Për mua ajo ka qenë ndeshja ndërkombëtare e parë. Dhe për të qenë më të fortë, Kosova e Prishtinës na mori disa përforcime, vetëm për atë ndeshje me Lokoplovdimin. U morën kushtrim Munishin, Ahmet Beselicën, Keqin, Rapunën, dhe dikon Toverlanin, edhe ne bonëm paraqitje të mirë, edhe ka qenë interesant, sponsor kryesor në atë kohë në Lokomotiv Plovdiv ka qenë Rashid Gjinipotoku. Dhe pjesa e parë kur është kry, hyni Rashidin, ndoshta është mirë me vetë Rashidin për këto. Dhe tha ti veshu, mos vazhdo pjesën e dytë se u kry, na pret kryetari dhe drejtori sportiv me bisedu, unë thash jo, mërë thash po luj, unë thash u knoqë aty lutë. Jo, tha po sa asqe, ku me nun ata. Edhe po shkum në një lokal
ku bisedum edhe në fakt unë shkova për në asnjë mënyrë me vazhdu. Bugaria nuk kishte një opsion. Po. Edhe ashtu rodhen bisedat që po, mira shkurt u morëm vesh me një kusht që nëse kom oferta, se kisha disa oferta, nëse kom oferta ma serioze prej klubeve ma të organizume ose skuadrave që ma të mëdhaja, ma të mira, atëre me madhon mundësin që të shkoj. Edhe ato ishte Rashiti që ishte një lloj garantuesi. Edhe po, mora vesh me lokon e Plovdivit. Në atë ku prej Lokomotivës Plovdivit e dim një histori shumë interesant, do më thonë ke vazhdu karrierën në Zvicër. Para se me shku te karriera futbollistike që ke zhvilluar në Zvicër, një aksident ta ka hup një mundësi me nënshkru me Sionin. Përveç që me lujtë e Sioni, ki hup edhe 100.000 euro, se veç marrëveshja u pata arrit ma herët. Romak më ktheve shumë mrapa dhe kjo karrierë kur e përshkruan karrierën njeriu, kanë kaluar shumë vite. Nuk kom qef me fol shumë për karrierën, por që vërtet më ktheve mrapa nga se më kujtove edhe personin që ka qenë personi më i afërt i imi, shoku më i mirë, shoku i shtëpisë, shok që vërtet legjenda Hasan Kadriu, është menaxheri i parë shqiptar. Ai ka qenë ai që ka marrë në Zvicër, edhe takimi ka qenë me tonë në Bugari, një patriot i madh, një shqiptar i madh, një biznesmen intelektual me tipare të jashtëzakonshme, njeri që ka punu gjithë për vendin, për Kosovën, për shqiptarin, shok me Kadri Zeken, Jusuf Gërballën, edhe veprimtaria e tyre ka qenë e njëjtë, dhe në momentin kur i ka përndjek udhvat e rekanike dhe ka ndalë jashtë. Hasani është vendosë në Zvicër, edhe prap kanë fillu veprimtarin, por ai pasion e ka pas edhe futbollin. Dhe pjo them një fakt që ai ka qenë shumë interesant që është ka vrejt ai ty si futbollist. Menaxheri i parë ka qenë shqiptar, Hasan Kadriu. Edhe po ka qenë, edhe kjo shumë interesant ka qenë nga se ai nuk ka orë një Usavi, ka qenë i përndjekun, dhe pushimet zakonisht i ka kryer në Bugari me qëllim që të vinë edhe gjithë familja nga Presheva, se ka qenë nga Presheva, edhe çmallet me ta, trin me ta. Edhe kur vjen atë kohë, 94-95, edhe vazhdimisht i përcjell mediat, gazetat, edhe i lëm përshtypje shkruan Albanet Saiti, bugarisht Albanet Saiti, thot more që shqiptarën e kisha marrë në Zvicër, edhe me na i zbardh fytyrën, ai fillimisht kish pas menuar që jam i Shqipnis. Edhe kur me një rast në Bugari në një lokal, takohemi rastësisht, edhe bisedojmë shumë takimi shkurt, pa dhënë detaje, pa e ditë kush është, as me emën, as me mbiemën, dhe kur kthehet në Zvicër, atëre fillojmë kontaktet përmes telefonit, edhe thot unë e kam mundësinë, e kam forcën që juve që transferoj këtu, vetëm varet nga dëshira e juve, unë e kam thonë po. Edhe kështu. Erdhi, i kryti ato procedurat e vizës, shkum atje fillimisht ka qenë në Lozanspor, kontakti që ai kish pas shok edhe kryetarin edhe trenerin, por që për shkak kushteve ai nuk pranoi edhe i ka injoru shumë keq, ta vetëm pse është shqiptar, ta ka çfarë pore kishte. Edhe pse në atë kohë domethënë ju kon pore bagjet më dhaja. Po mire, unë për veti kisha nënshkruar. Ti deshe më nënshkru. Filloi ajo kriza në Lokot Plovdivit dhe unë desha mu shkput nga ata. Dhe nuk ndodhe ajo. Do thot nuk ndodhe ajo. E prishi marrëveshjen. Po e prishi marrëveshjen, bile ju tregoj original, nga se me fol për Hasanin do të jo ditë, po muje, vite, nga se ajo ka qenë jashtëzakonshëm. Edhe tha që to kushte që jepni ju,
Tha unë tash këti në jap edhe që në Shqipni, tha jo me lujt futbol, po basketbol. Tash Hasan mos Ka jetu të parët mira. Edhe po, më kujtohet, kemi hypë në vetur, tash po këthemi për në Sjerë, nga se lokalin edhe shtëpin e ka pas në Sjerë, një 20 km prej Sionit, po mendoj me kryetarin e Sionit, Kristian Konstantin, ka qenë shumë shok. Halo aktual, kryetari Sionit. Nuk disha që është halo aktual, po e di ka qenë edhe ai e thirrin telefon, tha e kryte punën, kë tha jo, më kanë bërë nervë, po i tregon kështu, tha pjo i presë në lokal. Edhe mandej filloj ajo biseda me ta, ai sikur tha diqa, tha atëre pa e përcjell, pa e vetë trenerin, tha unë e pe marr, tha ato që i ka ofru Lozana, tha unë e duplo për jap. Edhe asoni nuk ishte i knasht, po unë ngula kom si po, thash. Por nga gjithë kjo, patëm një fat të jashtëzakonisht të keq. Ka qenë fundi i dhetorit 95, kur u morëm vesh për kushte, dhe me 7 janar filloj ka fati kalimtar, zyrtar, 96-ën. Unë me Hasanin kemi pas një aksident shumë të randë në Zvicër me 3 janar. Do më thonë 4 ditë para se të nënshkruhet kontrata zyrtare, dhe si kur dështoja mundësia që t'jem pjesë e Sionit, mandej filloj ai rehabilitimi, mori shumë kohë, një vjet ishte në pikpyetja do të vazhdojmë me karrierën. Megjithatë, Konstantini, presidenti i Sionit, ka qëndruar afër edhe pse nuk u bë me nënshkru transferi atë. Po, definitivisht ai bile ka zgjedh mjekun më të mirë në Zvicër për të më operu. Dhe marrëveshja ka qenë me Hasanin që në momentin kur ky fillon të luaj që të kushte kam i pas. Por ka qenë një aksident që më shkaktoi probleme e sidomos në ligamente, të cilat u dasht kohë derisa po u dasht kohë, mandej edhe ligamentin e jashtëm edhe të brendshëm, edhe atë X-in e ligamenteve si quhet, do thotë nuk ka qenë lehtë. Unë u ktheva pas një viti, po jo me atë mundësinë ose forcën 100%. Dhe në Zvicër nuk e ke lënë pa lu, bile ke lujt. Po ku lujt mandej, po fuqia e Hasanit, ka qenë njëri i jashtëzakonshëm. Ndodhi që më boni transfer me Tunin, ata kanë qenë në Ligën Nacional B, dhe sikur u përforcu me mua dhe me Alpin Gallon, nëse u kujtohet Alpin Gallon ka qenë reprezentuesi i Shqipnisë. Dhe aty fillum karrierën, po të në ndodhi në 98-ën, aksidenti prap, por tashmë në Bulgari, ku humbi jetën Hasani, dhe nga i moment, nuk e di, nuk mujt me vazhdu më në Zvicër karrierën, dhe para përfundimit të karrierës shkoa në Gjermani, bashkë me Shukri Paçaradën, në Oberneuland, Bremen, po, ajo ka qenë regional liga, po, e Bremenit. Do thotë e Bremenit, edhe pas luftës u ktheva në Kosovë. Te Gjilani. Te Gjilani, rikthimi në Kosovë te Gjilani. Te klubi më i madh i shtetit Gjilani. Dyja që janë të loja. E ngutë se one Gjilanin e kom simpati. Kjo është me Gjilani. Ani mirë kokshi kështu, drita Gjilani. Unë e që klubi për kështu ma korrekt dhe ma të mirë në Kosovë. është i qartë në vi kështu, i dhe mund të veta të organizum, dashtën, nik brec, i ka krejtë. Ajo, kretat i ka të dy klubet janë përgjësi si rajon jemi jashtë. Për dritën, Gjilani e ka. Muharremit për të dy ati vjen mërzimi ke. Ja, po, definitivisht. Unë e moj men me një loj, Superkupa luhet Prishtina ka pas shumë shikus, drita Gjilani lojnë. A kupa Superkup nuk e moj men? Edhe kupa edhe për... Sa shikus, sa që ato kum po në madhështin e derbit. Ajo është fakt sot kur e shoh se ka hub atë peshën atë derën për shkak infrastrukturës. Jo për shkak se ka humb ajo dëshira për t'i po ose që nuk ekziston rivaliteti. Po
kushtet, infrastruktura, stadiumi që akoma nuk kemi stadium, atëre ka bu pak ma të zbet këtë derbi. Për ndryshe, nesër kur të rregullohet një stadium, unë jam shumë i sigurt dhe nëse ka kapacitin për 20.000 vetë, ku luajnë këto 2 skuadra bën 20.000 vetë. Prandaj duhet me vlerësu këtë derbi edhe këto 2 skuadra. Para se me dalë pak të karriera të Gjilani, masi e patëm fjallën për stadium, a ka bo pak shteti për këtë punë? Besa unis 2016-ën, 2016-ën, sakt po e dini shumë mirë, 2016-ën u hedhaj kur themeli që thojmë, stadium, sot jemi në vitin 2025, vazhdon domethënë ritenderime, pezullim arena bile për çuin ti pas. Vëllë mire pas kanë gjetë atë pezullim arena. Është vërtet 2016 ka fillu, tash jemi 2025-ën, 10 vite dhe nuk kemi jo përfundim, po as fillim. Kjo është e dhimbshme. Edhe unë them që mos them që asgjë, po edhe ka njerë kur kapen këto qeverit opozit me zveti, si kur pun hajgare, dhe thot, po nëse se kanë bo këta, po as ata se kanë bo, ose e kundër ta. E mas shumë ti e vujnë këtë sen futboldashësit. Jo ve Gjilanit, se nat loj, unë e di, dhe më thonë, so njeri jarë Gjilanit janë me këshyrë, dhe më thonë, sa e derbi i Kosovës, nuk është më veç derbi i qytetit. Thonë, unë e shët Prishtinës, me qindra njerë që shkojnë me këshyrë lojën. Po sakt, në momentin kur rregullohet infrastruktura, stadiumi, unë jam shumë i sigurt edhe shumë i bindur që interesimi ka me qenë edhe më i madh. Po. Kthehemi pak të që pjesë jeri kthyte Gjilani edhe u përmbush karriera jote se fitove edhe trofej me klubin. Po, në një farë forme jam i përmbushun me karrierë, edhe pse ndoshta kam mujt me qenë një karrierë edhe më e mirë, po për shkak këtyre problemeve që tham edhe aksidente. Edhe kohës edhe vite. Kohës edhe mandej brenda kësaj na s'patëm shumë mundësi me fol kështu, nga se merr kohë shumë, por ka ndodhur disa lëndime, disa dëmtime që në momente ndoshta caktuar kanë penalizu, po marrë në përgjithësi me të mira të këqija jam shumë i kënaqur me karrierën. Trofeu me Gjilanin, cili është më i rëndësishmi? I ki fitu 2 edhe kupën edhe Superkupën. Po edhe kupa ka qenë, po edhe Superkupa. Këto dyja kanë qenë nga se vërtet dëshira e madhe për të pas në histori një trofej, e njerëzve të klubit, e atyre që kanë investu, ai që investori më i madh vërtet padyshim ka qenë ndjeri Shukri Sulejmani. Dhe sikur u përmbush, ndoshta jo edhe ato dëshirat tona personale, por nëse marrmi në përgjithësi të klubit, po është përmbush edhe ka qenë atë kohë jashtëzakonisht i kënaqur edhe presidenti apo kryetari i klubit Shukri Sulejmani. Mas futbollit, po për trajner, po sa fillove ki udhëheq domethënë të 2 ekipet e qytetit, Dritën, Gjilanin, pastaj edhe Lepencin. Hysin, po edhe Hysin. Po ka qenë një kohë në të unë bile kur jam kthy si lojtar në Gjilan, edhe në atë kohë kanë qenë transferet jashtëzakonisht mëdha. Po, të mos harrojmë që atë kohë, jo veç dy, po janë kom 5-6 ekipe shumë të forta. Atëherë po niveli shumë i madh. Unë kur kom marrë nga Gjermania, edhe kur jam marrë vesh, unë kom thonë qysh është e mundun tash dolu mas luftës. Gjithë këto pare mjave. Dhe këto pare më dhona ofton, ka ardhur një e çuditshme diçka. Ma shumë se në Gjermani po. Edhe filloi ajo, mandej une pa të analizu, thash, edhe ashtu nuk e kum paramendu në jetën jashtë, po gjithsesi kum dash që të kthejem. Edhe kum thonë kur më njerë pas luftës ipen këto kushte, bon këto transfere, atëre e kum llogarit që çdo vjet që kalon, do të jetë edhe më e mirë. Edhe që ndodhi që mas 3 vite, kështu, 3-4 vite, ra entuziazmi, po. Ra entuziazmi nga se edhe u harxhun njerëz, na nuk u pranum, po nuk u pranum, mandej
ajo dëshira e madhe që kishte qenë te ata, filloi me uzbe. Dhe me kalimin e kohës uzbe, edhe jo vetëm Gjilani, po shumë klube patën probleme financiare, fillun mi reduktu ato investimet, sa që pas 4-5 vite unë personalisht ku mendu, thash se dia e bona gabimin që u ktheva. Që s'bona letra. Po, që unë faktikisht i kisha letrat edhe Gjermanisë edhe Zvicrës, dhe thash pse unë e bona këtë gabim që si vazhdova, se çdo 2 vjet ti drejt edhe pse jeton. Atëre kum fillu me dyshu, thash a kum gabu apo jo. Dhe në momentet më të vështira unë kum udhëheq ekipe. Së vërtet në atë kohë kur sot i mendoj qysh janë motivuar ata lojtar, bile me paga shumë të vogla, edhe ato nuk ishin të sigurta. 2 muajt e fundit zakonisht si kanë dhënë klubet, domethënë ma 2-3 muaje, 4 muaje, 5 muaje ka ndodhur ajo, por në baza vullnetare kemi marrë klubin, në baza vullnetare ata kanë lujt, mandej filloi një farë ndryshimi, por jo sukur sot që vërtet kur i shef sa paguajnë lojtarët, atëre ka qenë një dallim jashtëzakonisht i madh. Po prap unë ju kum dhënë mundësi shumë lojtarëve të ri. Po. Do të thotë nuk e kum kshyer asnjë formë, asnjë moment që unë të arri atje sikur kanë qenë pretendimet e prizve, por gjithmonë ju mbasu me strukturën e lojtarëve që kam, unë mundem të kaq edhe nuk ja bëj shefin atyre që na luftojnë për titull ose për diçka tjetër. Po. Kështu që i kum favorizu shumë lojtarë të ri. Megjithatë, e kam një pyetje për fitoren më të ëmbël. Edhe nuk dyshoj që u kon ajo Kosova-Letonia, ku e udhëheq kombëtaren Mitrovicën në ndeshje miqësore. Që vina pas një periudhe ku shkojshin rezultatet nuk ecën edhe një ballazim edhe krejt humbje. Po, ajo ka qenë një periudhë vështirë ajo. Periudhë vështirë. Ka qenë një grup i fort në kualifikime për kampionat botror, ka ndodhur pas pranimit edhe vërtet ka një situatë jo e mirë. Edhe po ka qenë definitivisht bile ka njerë kur e shoh atë gëzimin tem ka ardhur nga edhe thëmë thu që jena bu kampion bote, po ka qenë fitoria e parë mas po dhe Giro pa fitore edhe në ndeshje e udhëheqe kombëtaren pas largimit Albert Bunjakut. Po, me pas largimit atëre më dha mu mundësia, Fadili insistoi gjithsesi që unë të udhëheqit derisa të marrë një trener, bilone pa të thonë okay, vetëm për këtë ndeshje, po ndeshje tjera jo, do sa më shpejt me marrë trenerin, dhe po ashtu ka ndodhur. Ka qenë rezultat shumë interesant, minutat shtesë kemi siguru fitoren. Rashani edhe Besar Halimi kanë qenë për atë rikthime. Dhe janë kanë shumë të rija kur të menesh në atë kohë. Si talenta, vazhd talenta. Shumë bile besi. Besar Halimi, t'ju them të drejtën, tash mungon. Mungon edhe mu me atë teknikë që e ka pas, me atë kreativitet që e ka pas, një lojtar i jashtëzakonshëm. Kum pas knatësin kur e kum pa ato të ka pas atë prekjen e topit, pasën e fundit. Jo vetëm nëse ju kujtohet disa sistime, edhe ajo është për analizë, sidomos shumë asistime, po një asistim kundra Shqipërisë që kemi luajt në Zvicër, 3-0 që kemi fitu, një asistim drejtimtar Berzenelit. Ajo ka qenë diçka që unë sot kur e shoh, them nuk ka lojtar që ka mujt me vë këtë asistim. Shumë pak ka lojtar ashtu. Në takimin e parë një top kur e fut edhe shënon në arbri. Ai pak transferet i bune si të gabuar shkojnë në Danimarkë dhe niveli i futbollit është shumë i fortë, atje lojtarët kreativ bin pak në sy, dhe që ajo pak ja prishë se për me u kon. Po në përçeto labdim ka njerë thëmë, nuk do me thonë që lojtari më i mirë është ai që ka pas karierë në për klube më të mira. Ka pas lojtar që ka qenë më i mirë, po fatin se ka pas me qenë klube të organizume dhe ka përfundu. Por si do qoftë, na jemi falënderues edhe për kontributin e tij që ka dhënë në kombëtarën e Kosovës.
Prandaj kombëtare e Kosovës tash po fillon edhe mi shpërbly ish lojtar duke i angazhu. Do të ketë mundësi edhe tjerë, edhe gjithë ata që janë të interesuar që kanë atë edukimin adekuat për të udhëheqë qoftë grup mosha, qoftë ekipin e parë, qoftë një pjesë të menaxhimit të kombëtarëve, do ta ketë vendin në Federatën e Futbollit. Kjo është strategjia edhe qëllimi edhe i presidentit Agim Adi. Do të thonë kena kriju baza tash lojtarë që kanë lu po vinë shprehje, domethënë se për imën akon pak që kjo vitet e 90-ta na kalon pak edhe vitet e 2000-ta pak si keq paloj ekipi kombëtar edhe tash po krijohen profile të reja. Kemi nevojë për kuadra, kemi nevojë, ndoshta është ajo tema që u çel, po vërtet ju e dini, unë ju tash edhe në fillim që keni qenë pjesë dhe jeni në kontakte të vazhdueshme prej ditës së parë dhe me lojtar, nga se ju pak a shumë e din edhe se si punohet aty, se si organizohen edhe ndeshjet, edhe kampet, edhe ndeshjet qoftë zyrtare, qoftë miqësore, keni kontakt edhe me lojtar, por që kjo është qëllimi jonë, do të krijojmë kuadër në Federatën e Futbollit, nga se edhe ne tash pak a shumë e kemi bën mosh, edhe do të më mendu se kon po e lën aty. Po. Fillimisht pas përfundimit të angazhu Samiri Ujkani. Tash ju e dini që jo angazhu në ekipin e parë si Ndims Adrenoriu, kemi angazhu Albert Bunjaku në 19 me Anel Rashkën, e Kuran Kryziu në Ndims i afrimit në Unistene. Do thotë kur i shef si emra, janë lojtarë që kanë pas një përvojtje jashtëzakonshëm në për klube, po edhe janë simbolet e ekipit. Po edhe në kombëtar. Dhe pikërisht këta tash e kanë mundësinë që të kontribuojnë në një dimension tjetër. Kur e thash zhvillimin, Zymer Vity që bashkë ka thonë, thash apo na bëni krahasim me fillimin, sa ajo kohë në ndeshjet e para 2014 në thash me tash tha kur vim këtu tha jem totalisht profesionist, domethënë një që e kena në klube, e kem tretmonë, e ke tha në fillim, tha u kon, tha keti na kon të mësu diçka. Tha se të linjeri, tha ato që na kon, njëri tjetri, tha plus na kon. Po lavdim nga një herë është interesant kur dëgjoj disa njerëz në disa që shohin Federatën e Futbollit kombëtare me shumë probleme, me shumë skandale, dalin folin aty po ka shumë ne e dim që janë me mision, po si do qoftë nuk bëmbre me ignoru këta djem, nuk do të mi përkra, kush do që është, ne sot jemi, nesër mund mos jem, do të vinë edhe tjertë, po jo për shkakinatave personale ti me dhoni një vlerësim se aty nuk punohet, aty ka gjithë shka, veç mirë nuk ka, që nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet, unë u bëfasojshë ka njerë, kur isha pjesë e asaj, edhe kur ndëgjojsha që ka probleme, unë e bile e misha një shembull, po fulmi kështu. Tha si kur njenin bon me tregun nashta si batuta. Tha si kur njenin e kishin pas re, edhe tash shkon gjykat aty, edhe rrëthejet që she kanë re, para gjykatësit e prokurorit, ata tjerë ndërhyshin, tregojshin ata që she kanë re. Edhe kjo unal tha, po, ju po më tregoni shumë kanë re, kur unë një më konë aty. Po, unë i re me jo. Po, dhe më thonë, unë isha pjesë e kampit, pjesë e tubimit, kur e pashat nesrit, disa mediume caktume që ka pas raje fizike me satina e këtina. Kanë shku edhe në atë ekstrem. Prandaj, vërtet është një ndryshim i madh, është një ndryshim shumë pozitiv në kombëtarën e Kosovës, tash shohim. Para se me shku te lojtarët e ri të dy ndeshjet e fundit në Alëm, do të thonë një paraqitje shumë e mirë e ekipit në përgjithësi. Tash mu që më pengoj, mas lojës parë na fitum 2-1, edhe për me dokumente kanë si me hupna. Plus nuk e llogaritën që mas 2 ditëve kishim ndeshje tjetër ndaj të njëjtit kundërshtar, komisioni ishte na me don Ligën B. Që kjo më do pak e egzagerume edhe e pa vend, domethënë nuk e ditu taktin kur me bë kritikën. Kur ka çasi ndeshje, duhet me eliminim, po. Edhe fundit ke fitu. Po dhe se kishir qysh tek, ai e mbrojt, a kene shtrit ke fitu. Po kur ti kishir 2 ndeshje, domethënë ti e kon
i kompletum, këtë i ke bo. Me thonë, e ke shkel një komtare që ku në Evropian botëror, që ka shumë strategji, u jenë investu miliona euro, se unë e marrë Islandën shembull, Islanda qysh i ka shkollu trenera, qysh ka ndërtu fusha, me thonë, ata çdo 80 futbollista e kanë një fush, do me thonë, mesatarja e 80 futbollista e kanë një fush futbollit, do me thonë, kushtet i kanë të jashtëzakonshme, nxjerrin lojtar që luajnë Sociedad, në Lille, Fiorentin, super lojtar, edhe na dalëm, e mujna 2-1, mujshëm ja bo 3, jo, do me thonë, e shet që kritika nuk është në momentin e duhur, do kemi prit në edhe ndeshjen e dytë, që e kompletum, do me thonë, qëllimin që e patëm krejt. Kjo të regon çfarë misioni kanë, Labdim, kur kemi pas 3 ditë ndeshjen tjetër, në vend që mi përkra dhe që ta djemët, edhe që ta që nuk patën performancë të mirë, që për neve krejt kanë pas performancë mirë, se atë nuk fiton individi, fiton kolektivi, grupi. Edhe vend që me përkra, ata dalin dhe kritikojnë. Do më thonë, vetë dijet, paramendojnë, ndoshta dëshira tyre pas ka qenë me hub, e që mu kapë në diçka për mi realizu ato qëllimet e veta. Unë zakonisht kom shumë qef me marrë këshilla prej njerëzve. Prej njerëzve të profesionit, kritika që është me vend. Momentin kur një ekspert ose një person i lamis, i profesionit, i futbollit, del edhe më thot pse keni lujt kështu, po s'keni lujt kështu. Pse lujt kundërshtarin me lujt kështu, pse keni përdor këtë mënyrë të lojës, këtë sistem të lojës, këtë mbrojtje të lartë, tult, edhe vërtet pi atyre mësojna. Po na nuk mundna me mësu prej atyre që dhe shohin vetëm zi, edhe dalin me qëllim caktuar që të flasin vetëm zi, a kupton? Ti ne nuk po themi si jemi perfekt. Edhe ne mund të kemi gabime, të cilat mendimin e opinionit mundna mi përmirësu, që ndoshta edhe vetë i shohmi. Po jo me shpif aty, jo me shantazhu. Edhe kjo doli që ndeshjen e dytë kemi qenë edhe më të mirë, më të organizuar. Qartë zakonisht. Ndeshja e dytë. Edhe Labdim unë jo rastisht ju thash, edhe po më pëlqen ju kur bëni edhe pyetje profesionale. Para mendoni tash, nëse flasim në aspektin sportiv, ku e more shumë shembull të mirë se i di gjitha këtu për Islandën në atë kohë kur ka qenë edhe në kampionate, por që ta ka mund edhe një Anglinë ka eliminuar. Superfuqi që ka qenë modeli më i mirë i menaxhimit një kombëtare. Me numër shumë pak një banore, 300.000 banora sa, edhe në atë kohë boni revolucion. Edhe të thëmë drejten, unë në atë kohë në 2016, kur e kemi pas në grup me Kroacin, me Turqin, me Finlandën, edhe unë kom thonë, hej, kur na mujna me mëri nivelin e këtyre. Edhe do të me marë na model, pik referimin këtë rast me qenë Islanda, për të zhvilluesen. Sepse në ato dy ndeshje kena lujt shumë mirë kundër Islandasve. Po jo, kena lujt, ama taktikisht lujt fort ata, taktikisht shumë fort. Aspektin fizik, janë shumë presionit, presingut, na kanë demolu, definitivisht. 2 ndeshjet i kemi humbë. Edhe s'kemi mujt marrë në shprehje edhe pse jemi mundu. Dhe qërë që ndodhë thash, unë me këto e vlerësoj ngritjen e kombëtarës. Po, do me thonë, vinë 2 ndeshje, mas ku na ja bojna një që na kanë bua ata ne. Po, do me thonë kjo tregon që vërtet ka ngritje. Kjo kombëtare është ngrit, edhe paramendone sikur ti shumë kohë në nivelin e Islandës në atë kohë, e Islanda na kish bërë neve tash këto. Po, do me thonë jemi rrugë të mirë, po, jemi rrugë të mirë, po kjo ka qenë një strategji, një kërkesë dhe jona si federat, para se të vi edhe foda, edhe jemi ullë, edhe kemi thonë, okej, për të zhvillu skuadrën kombëtare dhe këta lojtarë, më shpejt, atëherë ne duhet me pretendu me hy grupin B. Ligën B, po. Ligën B, po. Me kundërshtar të fortë. Me qëllim që të kemi ndeshje sa më të fortë, edhe pse kemi thonë që ne nuk duhet me prit mrekulli nga se kundërshtarët janë të fortë, po çka përfitojmë nga kjo? Përfitojmë që përmes ndeshjeve të forta, skuadrave të forta, atëherë ne e fitojmë përvojën, eksperiencën me këta lojtarë të ri që rritën si kombëtarja, rritet si drejtues, si lojtar, gjithçka. Edhe të e shfrytzu edhe tash edhe kualifikimet për kampionat botëror që i kemi shtatorin, tetorin, nëndorin. Edhe viti, unë e kom thonë publikisht edhe kryetari edhe gjithë ne që jem, që viti 2027
me qenë kërkesa jonë me çdo kusht me arrit kualifikimin për kampionat evropian. Do të thonë nga se në futboll nuk mundesh ti me fitu ato që e dëshiron. Momentalisht, po to që investu, edhe për me po dikun ku përmes kësaj skuadre, strukturat lojtarëve që kemi, çka mujna me po mas 1 vite ose 2 vite. Edhe ashtu, po besoj që ka me ndodhë. Domethënë, objektivi real i kombëtarës Kosovës është pjesëmarrja në kampionatin evropian viti 2028. Atëherë kur fillojmë kualifikimin në 2027. Definitivisht po. Definitivisht unë e them që aty na duhet me qenë një kërkesë reale jona. Një ëndër që mundet mu realizu. Ne kemi edhe tash ëndër kualifikime për kampionat botror. Po do t'jetë shumë e vështirë. Nga se edhe mënyra, sistemi se si kualifikohet shkon vetëm i pari. Ndërsa edhe kundërshtar, ki Suedin, Zvicrën, Sloveni. Po edhe aty, unë e kom thonë edhe në medium tjetër, nëse unë tash e di që në 7 orë, 8 orë, 9 orë, kemi komplet lojtarët. Edhe këta lojtarë që i kemi, kanë minutasht mjaftueshme në për skuadra, nuk kemi mungesa, atëherë pse mos pretendojmë. Po kërkesa jonë reale është për 2027 në ato kualifikime që të kualifikohemi, nga se edhe mundësia është më e lehtë për kampionatin evropian. Do të thonë 2 të parat shkojnë e treta. Ne nga grupi, nga Liga B do të përfitojmë edhe në vazë. Edhe do ndodhë kjo. Drejtor, e pam një lojtar i ri, Vesel Demako, që debutoi me kombëtarën edhe dha sinjale shumë pozitive. Në qershor është grumbullimi i radhës. Cilët lojtarë të ri do debutojnë në Kosovën, që hala s'kan luajt. E kemi Bledian Krasniqin. Po, Blediani që është procedurë. Procedurë, domethënë Bajramin e ka spjegu, tha shumë problem, tha e kena tha procedurën e letrave. Bajrami është pjesë e këtyre sena që vërtet e ka një barë nga se a i miret me këto qashtje, po Bledian është punë e kryme tina. Do të thotë ajo është pjesë e kombëtarës. Bile para 2 vite, edhe para se të vije foda, unë kom bisedu edhe me prindet i, edhe... Do e kena bashkështetar. Po, mendimi është marrë që e tjetë pjesë e kombëtarës, them të drejtën tash ka qenë në listë, por për shkak të pasaportës, edhe dolën do probleme jashtë asaj që i mendum na, ke kohë shkurt, mandej dokumentacioni për ata që kanë prej ardhen nga kujshita tjere, vendet e tyre, atëre procedurat nuk janë edhe aq lehta, po në të ardhmen po besoj nëse selektori vendos, do t'jetë pjesë aq më tepër kur ardhja e fodës ndikoj që e ka njoftë edhe kohën kur ka qenë në Syri, ka qenë edhe ka përcjell tash, ka bisedu edhe foda me to, edhe është pjesë e jona, një lojtar shumë interesant, një lojtar që vërtet na kryen punë. Përveç Bledianit, emra tjerë që jem kontakte të avancuara, sigurisht se në ato kontaktet fillestare... Unë e përsëriti shpesh edhe paka shumë edhe ju e dini, Romak, se si janë ato. Kemi shumë kërkesa edhe nga lojtarët që mos të shkoj me emra, para prakisht derisa ndodh vendimi ose zyrtarizimi, derisa janë bisedat kështu të mos e bojnë publike, për shkak kemi pas raste që janë revanshu edhe klubet edhe shtetet ku luajnë ata. Kështu që është në përgjithësinë e selektorit, ne jemi të kënaqur me selektorin që vërtet edhe ai bashkë me ne i përcjell gjithë lojtarët që janë potencial për kombëtarën, dhe sigurisht mund të ketë edhe na jem të kënaqur me selektorin se i sosi krejt i mytin kur të mund Islandën 5-2 ku mos me kanë kënaqur me selektorin. Plus Ervali Krasniqi çfarë lujti atëherë duke shohur ai deri nga ke pe funin të fillim domethënë lojke. Jemi të na se ka kriju vërtet një konkurrencë. Edhe konkurrencë edhe taktikisht kanë shumë mirë lojtarë domethënë. Konkurrencë ka kriju, e keni po jo edhe me lojtarë cilët nuk luajnë në top liga, por që në kombëtare kanë filluar me kontribu jashtëzakonisht të madh. Domethënë e pam edhe paraqitja e Marem Jasharit.
Edhe u ndi mungesa e tij, do thotë një lojtar shumë interesant që vërtet pritet edhe më shumë të kontribuojë për kombëtar. Nëse i shohim emrat e klubeve dhe ligat ku kanë luajtur lojtarët e Islandës kanë kampionate më të mira se tonë. Për të kështu po. Sidomos në Angli pat, në Angli, në Gjermani, në Itali, domethënë Francë, Japon. Edhe na kemi lojtarët që ka pas edhe prej Superligës Kosovës, ka pas në Ukrainë, Bundesliga 2, kampionate më të vogla. Po megjithatë vjen shprehje edhe kontributi puna. Tash është edhe një çështje tjetër e lojtarëve. Do thotë ky grup i lojtarëve që janë, sikur i kanë thonë vetës, si grup jo, vetëm si individ, po hajde na duhet me bëu diçka sa e kemi këtë gjenerat. Edhe kanë marrë një vendim që gjithçka të bëjmë s'paku një kampionat të kualifikuar edhe të mbeten në histori. Prandaj është edhe merite e tyre që vërtet këto ndeshje kanë treguar performancë mirë. Jo vetëm në këto 2 ndeshje, po nëse i kthejmë edhe ligës kombeve, hiç ndeshjen e parë. Po hiç ndeshja definitivisht ajo ka qenë ndeshja. Unë e shoh momentin e rikthimit të Rumania lojën kthyse, ndoshta hiç këto lojë me Islandën nuk kanë loja jonë më e mira jashtë që kena luajtur një herë. Definitivisht edhe unë personalisht e kum vlerësu. Pavarësisht që e ke humbur tavolinë, po ja na ata i kena dominuar atje dhe i kena bën nervoz shumë. Në ekip që vjen për kampionatit evropian. Edhe paraqitje të mira. Shumë paraqitje të mira na kena luajtur ajo loja jashtë është më e mira dhe çato besoj që grupi e lidhja po. Para se me dalë të pyetja fundit, po duhet me të pyet për 2 emra, Dian Tramaj edhe Lana Abdullah, 2 lojtarë që realisht e kanë pranuar që janë kontakte me Kosovën, po në qershor, anë shtator mujna mi po. Unë me sfushurin e kam që të pik dëpt, unë edhe motiv ta përmeni ti. Për Leonin komune informacione që është ma fell puna. Është një legjendë kombëtarës veç ka bisedu lojtar me të ardhmë të madhe. Është potencial shumë. Unë e thash që nuk derisa nuk jemi të sigurt, nga se ju e dini shumë mirë dhe momentin kur disa e kanë dhënë premtimin. Po, edhe ma unë e kanë. Po, që si mojnë fjallë keme, që se kanë mojtë fjallën, unë i besoj lojtarit që vërtet kur vjen, pranon edhe bëhet pjesë e jona. Kemi lojtarë shumë të sinqertë që bisedën e parë t'jep sinjale për çfarë vendimi ka marrë ose do të merr. Kemi lojtarë të cilët janë me dyshime. Unë e kam thonë shumë shpesh edhe e them që neve na duhet lojtarë që e dojnë Kosovën me zemër. Jo për interes. Ose ne dojmë lojtarë që nuk shkojnë me emna kush është aty e çka është aty, po që vjen për Kosovën. Nuk dojmë lojtarë që janë me dyshime. Kështu që mund të ketë, kontaktet kanë qenë edhe janë, pile me mramën një nuk është punë e mujve e vitve, po e shumë viteve, që them që 5 vite jemi në kontakt me Dian Tramaj. Po, të shohmi një farë forme na ka kërku gjithë kohë. Edhe kur para se me bo transferin Ajax, edhe se ka qenë në Gjermani, në një kohë që t'jem titular, mandi e shohmi se po nëse vendosi diçka vendosi për Kosovën, me prindin e tij që shtu, edhe sot edhe presidenti Ademi është në kontakt vazhdueshëm. Tash të shohmi çfarë vendimi do të merr, po ajo shumë i mirë se ardhën tek ne, nëse veç pranon me ardhë. I kem 3 sulmues, Muriqin, Aslanin edhe Ramonin, se cilë ndryshe për tjetërit. Sa i knaqëm asë ti ke lu sulmus me sulmus, për vedatin mos të folë ma, statistikat e ti kalzojnë, a i realisht të këtyn një legjendë dhe shpresojmë që me gjithë nashta një sulmus që i mërin statistikat e ti për shkurt vjetë, po ka me konë problemi madhë, dhe me dhonë gjitha të golla e shet që krasohet me sulmus shteteve të forta për numrin e gollave. Po e kem 3 sulmus baja këtë qëndrushëm, jemi të sulmi mirë, që sheti?
Tash e thatë mirë, po janë 3 sulmues me tipare ndoshta ndryshe njëri prej tjetrit, por qëllimi gjithë i sulmuesit i atyre janë me shënu Gol. Pos që janë sulmues mirë janë edhe djem me shumë karakter, me shumë personalitet. Kjo thëm një detaj për Vedatin, pas lojës nga dëshira i thash e shep se ke thy gjitha rekordet e një sulmuesi, e një gola shënuesi. Edhe di që më tha, drejtori tha jo nuk po më intereson, po më intereson vetëm qështë mbesme një histori, qështë kualifikomi një kampionat. Nuk interesojnë atina rekordet, beson e thot edhe vetë. Nga se nëse e marrë me ashtu, atëre do t'jetë vështirë Vedat Muriqit me aty dikush rekordin. Rekordin në Shqipni e ka Bogdani me 18 gola, që akoma halasëm të kalon që sa e ka përfundu karierën, ndërsa ky ka shënu 31 gol deri tash. 2 fishin gati. Po, do thotë, por ajo që mu e më shtin me besu që me sulmus nuk kemi pas problem, janë pikrisht atë lojtarë që i përmeni. Edhe Fisnik Aslani është një lojtar i jashtëzakonshëm. Talent i madh. Një talent i jashtëzakonshëm është. Flitet shumë klube, domethënë Sportingu i Lisbonës e kanë listën e dëshirave. Po, është shumë i kërkuar. Është edhe ai një lojtar shumë karakter, po ashtu edhe Ramani është një djalë e një futbollist shumë interesant. Shumë interesant që kombëtarja ka nevojë për këta 3, edhe jemi me fat që i kemi. Nga se në futboll është gjithmonë nuk e ki sigurinë që ç'është do të jetë ai, ç'është do të jetë ky, mund të ketë lëndime, penalizime, dëmtime, edhe zëvendësimet i kem aty afër. Okej. Edhe realisht me fol me një legjend si Muharrem Saiti na duan na shte orë tëra e ditë, por ishte kaq. Për herën e parë shpresojmë që në tarë kemi me pas mësafer. Ishte kënaqësi e madhe. Edhe për mua ka qenë kënaqësi e veçantë dhe vërtet ju falenderoj për gjithë kontributin që jeni të dhënë për futbollin e Kosovës edhe për kombëtarën këtë rast. Faleminderit shumë. Të shikues të nderuar, para se të përshëndetim, mos harrojmë ti falenderojmë edhe mbështetësit tanë që janë KGM Kosova, Patos dhe Golden Eagle. Shihemi në podcastin e radhës.